Jozi Marku rrit çmimin kaq €100 kërkon për një koncert, shu ditën fancat. Banori Big Brother VIP Jozi njihet për zërin e tij të talentuar, por edhe fama që po merr hof kohëve të fundit pas rikthimit të tij në formatin e Big Brother VIP ka bërë të vetën. Pasi u eliminua nga formati, atij erdhën kërkesa për koncerte, por duket se ai ka kërkuar shumë më shumë se ç'meritonte. E së fundmi, menaxheri i klubeve të natës Xhani Demika, i ftuar në një emision për të folur më shumë për Big Brother VIP, ka zbuluar edhe shifrën që është kërkuar nga Jozi, teksa u shpreh të tjera për miqësinë me Jozin, por edhe kërkesën e tij të çuditshme. Jozi u tregua shumë më së mirënjohës me mua, që nuk më tregoi se do të konkuronte përsëri për të hyrë në Big Brother VIP. Ai u fut ditën e martë në Big Brother, kurse ditën e premte e kisha në program Jozin në koncert. Realisht më kërkoi mbi €5.000, por i thash që do bënim një marrëveshje shumë më të mirë, që do të bënte një çmim të arsyeshëm për miqësi, për mua. Unë do të promovoja marketingun, për herë të parë do bëja një zhurmë shumë të madhe dhe pastaj t'ja linim kohës e të shkojmë deri te vlera mbi €5.000 që ai kërkonte, që të arrinte shifrën afër €10.000, përfundoi ai duke e saktësuar edhe shifrën e kërkuar nga Jozi. Megjithatë, Xhani tha se në atë kohë ishte shumë e vështirë të arrijë kjo shifër pasi kishte dalë nga Big Brotheri shumë keq, ndërsa tani pas rikthimit e sheh shumë lart pasi i ka hequr edhe disa vese të vogla që kishte dhe është rikthyer me Loredanën duke u sjellë më së miri. Ai tha se kërkesat nga klubet kanë ardhur në drejtim të tij dhe tani ndoshta pas daljes mund të konfirmohet shifra e madhe për €10.000 që ka kërkuar, e ndoshta edhe më shumë, e la të hapur Xhani për një negocim pas daljes. Teksa në të vërtetë Jozi edhe në një sondazh të fundit të bërë rreth Big Brother VIP është shfaqur si një ndër banorët më të pëlqyer, teksa duket se i ka bërë shumë mirë ky qetësim jashtë dhe rikthimi i tij i fortë.